Pra, edhe ti preferon që për të marrë një legjitimim, qoftë për një koalicion. Por nëse shkojmë në logjikën e Kurtit, po bëjmë debat pak në atë letër drejtuar Lidhjes Demokratike të Kosovës. Është një fjali që për mua ishte margaritar kur i thotë që koalicionin duhet ta bëjmë, më mirë ta bëjmë tash se sa pas zgjedhjeve. Pse mos e bëjmë tash nëse edhe ashtu duhet ta bëjmë pas zgjedhjeve. Pse do të shkohet në zgjedhje nëse edhe ashtu për shkak të numrave të mëdhej dhe në këtë konstelacion politik një koalicion i madh do të jetë i pashmangshëm për shkak të 80 deputetëve që të duhen në kuvend për çështjen e presidentës. Në të kundërtën do të duhet të llogarisësh në votat e listës serbe. Rrethana politike ndryshojnë në vend. Edhe nëse nuk ndryshon në mënyrë domethënë se rezultati zgjedhor. Sepse si aktivitet zgjedhjet apo si proces zgjedhor demokratik, zgjedhjet janë rikonfirmim në qoftë se ka ardhur puna që as presidentja, as miq ndërkombëtar, as vedia apo mungesa e emancipimit politik për zgjetur një modus dalës, një rrugë dalëse nga kjo blokad, nuk mund të arrihet me pa rivlerësim, atëherë zgjedhjet edhe mund të krijojnë rrethana të re politike, nuk është politika akt, është proces, është veprim i vazhdueshëm. Prandaj jo domosdom mendoj që nuk mund të prodhojnë rrethana të re politike, edhe nuk janë rrethana të re politike edhe zgjedhjet si të tilla. Sepse këtu kemi të bëjmë edhe me vetëdijsimin, kemi bëjmë edhe me votuesit e pavendosur, kemi bëjmë edhe me shfrytëzimin nga gjitha partitë natyrisht të kësaj çka ka ndodhur me këto 15 seancat e të shtuara konstituive, dhe këto krejt mund të kenë dhe duhet të kenë dhe do të kenë impakt në ndryshimin potencial të rezultatit për apo kundër rritjes apo uljes në këtë aspekt të numrave për partitë politike që marrin pjesë në zgjedhje. Prandaj kur edhe asnjëherë në demokraci zgjedhjet nuk janë të këqija, edhe në qoftë se duken kështu në pamjet në duke të parë të panevojshme, edhe ashtu ky rezultat ka ardhur nga zgjedhjet, një rezultat tjetër i cili është edhe rrethana e re politike pastaj pas zgjedhjeve, sepse rikonfirmohet ta zëm për herë dytë, edhe nëse mbeti njëjtë, nuk konsideroj që pastaj ka logjik dhe humbet i tërë komplet në plotni argumentet edhe ashtu të paqena të një pjesë të konsiderueshme partive politike për të mos u ulur edhe mos ta bërë ato që për herë të parë në këtë rast tani nuk mund ta bëjnë, që është qoftë koalicionet, qoftë përgjigjet për të pjesës partive politike për të takuar, biseduar, gjetur moduse për të bashkëpunuar, pasi ndonjëherë nevojitet edhe qysh më thonë, 2 herë me të radhë shuplak për më kthjell, jo domosdoshmë një nokaut krym punë. Do të kërkoj të bëjmë një